Në Kosovë, njeri vlen çfarë kerri ka, kjo është e padiskutueshme. Edhe futbollistat e Kosovës duket që e kanë kuptuar këtë mesele. Domethënë tash vlera atyne, e disa prej tyne, është rritë shumë në Kosovë, domethënë jo në tregun e futbollistëve, në tregun e futbollit, por në Kosovë është rritë. Pse? Me të përfundu kampionati, disa nga ta i vlen super kerret. Të përfshi i pari Milet Rashica, ajo është i vlefshëm vetë, po mendoj ta bënte të vlefshëm edhe babin e tij në Kosovë, edhe ja bleu këtë super kerr. Kundërpërgjigja e Mirlindakut ishte fantastike. Ai e prezantoi 2 kerre, 2 super vetura, pra ishte një kundërpërgjigje imediate aty për aty pas asaj që bëri Rashica. Dhe i fundit, deri tash se priten edhe tjerë të shpenzojnë ato parë që i kanë fituar me djerë gjatë gjithë vitit, të shpenzojnë tash në superveture, është Albion Rahmoni, ylli unë i cili i shenoi një 5 golla në 2 ndeshjet e fundit miqësore. Bravo Albion, tash i bëjnë vlefshëm me këtë kerr edhe në qarqet Prishtina si llapjane e të Kosovës në përgjithësi. Mirë, po futbollistat e Kosovës duhet ta kenë në parasysh një gjallë. Jeta është e shkurtë. Mirë, po karriera e futbollistit është edhe më e shkurtë. Një kerr amortizohet më shpejt e më. Domethënë, momentin e blen 200.000 €, momentin që ja çet Chelsea, i djeg 11.000 €, 20.000 €. Me njëherë, s'mush me shit më 200. Pra, pas kësaj karriere, më në përfundu pa pare. Nëse i ndjekni shembujt e futbollistëve tjerë që kanë gjepat bashkë, mirë, po mund të ndjekni edhe shembullin e Matthew Flamini, i cili ka investu paret në biznes, edhe futbollisti i famshëm francez për Arsenalit, edhe sot llogaritet të jetë miliarder. Nëse investoni, është mënyra më e mira për mi ndihmu edhe të afërmit e juaj, edhe Kosovën, edhe të ardhmen e juaj, pasi që sigurisht kur të pensionoheni do të keni edhe më tepër pare se sa keni tash. E kerret kanë më pas gjithmonë edhe më një blek kur dëni.